Ndodhemi tek qytet Studenti, ku aktivisti Aurel Kujtimi ka hedhur dyshime se fondet për ndërtimin dhe kushtet e konvikteve janë duke u vjedhur. Ai është shprehur se fondi për 20 milionë euro që është përdorur për të rindërtuar konviktet nuk ka pasur asnjë efekt pasi ende në konvikte kemi mungesë të kushteve bazë, si është higjiena, uji i ngrohtë apo të kushtet e tjera për të studiuar. Ai hedh dyshime se kjo po bëhet për të rindërtuar qytet Studentin dhe për të shëmbur këto godina që janë për të bërë ndërtime të reja, pasi sipas tij përpara 2013 këtu në këtë qytet. Tani që të shpjegoj, tualetet janë për turp dhe kjo shihet mjaft qartë. Për t'u pastruar, pastrohen vetëm një herë në ditë nga ora 11. Fundjavën pothuajse nuk i prekin fare. Koshat vetëm i ndërrojnë, asnjë dezinfektim, asnjë larje me detergjent, banjot vetëm me ujë. Por korridoret janë tmerr sepse të them të drejtën as unë vetë nuk e mbaj mend herën e fundit kur janë larë vetëm me ujë dhe rrumi i kanë mbyt gjithandej. Kemi dushe në secilin kat ku shumica nuk hapen vetëm dushet në katet e para. 2 godina lahen ato pak dushe dhe është e paimagjinueshme që të mjaftojnë për të gjithë studentët. Përveç kësaj, kushtet janë tmerr edhe te dushet, të papastra dhe të parregullta dhe ato që prishen nuk i rregullojnë. Problematik mbetet edhe furnizimi me ujë të ngrohtë dhe funksionimi i dusheve, të cilat janë të pakta për numrin e madh të studentëve. Studentët ankohen edhe për kushtet në dhoma, lagështinë dhe mungesën e investimeve në godina. Dhomat janë skandal, pa kushte, vetëm ndonjë vit i lyen me gëlqere sa për dukje. Ka ndrysh, në katet e para ka lagështirë të madhe. Ka vetëm një lavaman ku vajzat lajnë enët, lajnë fytyrën dhe bëjnë gjithë rutinën aty. Këta çdo vit thonë që bëjnë dezinfektim, por kemi parë minje në katet e para, sidomos tek godinat e vjetra. Jashtë është plot me minje dhe zhapik. Stolat nuk e riparojnë, oborrin vetëm e rregullojnë sa për dukje. Kolindo Vjerta nga qendresa qytetare ka ndjekur prej vitesh problematikat e konvikteve, ku thotë se janë bërë disa rikonstruksione, por pjesa më e madhe e godinave ku studentët jetojnë dhe flenë vazhdon të jetë në të njëjtën gjendje. Sipas tij, kryeministri ka premtuar që në vitet 2018-2019 ndërtimin e kampuseve studentore, por sot ende nuk ka një kampus të ri studentor dhe shumë studentë detyrohen të marrin shtëpi me qira për shkak të kushteve në konvikte. Për hyrë të vërtetës në vitet e fundit ajo që kemi parë kanë qenë disa investime të cilat janë bërë sporadike në qytetin Studenti, duke rikonstruktuar ato që në një farë forme janë jetore sot. Pra sot në qytetin Studenti ofrohen vetëm rezidenca ku mund të akomodohen student, por jo kampuset të cilat kryeministri edhe pak kohë më parë i rikthei në vëmendje apo i ka premtuar që në vitin 2018-2019. Sot nuk kemi një kampus studentor. Ai shton se kostot e konvikteve në Shqipëri janë shpesh më të larta se në vendet e rajonit si në Kosovë, ku kushtet janë më të mira dhe kostot më të ulta. Ajo që ka sot detyrohen më tepër mbi studentët është të dalin dhe një pjesë prej tyre të zgjellin të largohen nga këto kushte, mund të them, mizerabël në një farë forme dhe detyrohen të dalin në tregun e qerave të kryeqytetit, duke gjetur shok dhe miq për të ndarë qeran, duke u bërë shpeshherë grupe edhe pak më të mëdha se sa e zakonshme, duke u bërë me 5 shok që të marrin një shtëpi dhe të ndajnë qerat e tej fryra të kryeqytetit, një treg imobiliar i cili po shkon në një trend dhe ritëm dhe me një rritje tej mase të fryrë të çmimeve, por pikërisht për të shmangur dhe për qëndrimin e tyre brenda këtyre residencave studentore. Ajo që unë duhe kap që në felt dhe në konceptimin e saj. Jemi në vitin 2026, flasim për arsimin çdo ditë, flasim për universitetin, por po ta dëgjojmë sa herë ne ndërmarrim tematikën e arsimit, kryefjala është mungesa e infrastrukturës, qoftë brenda universiteteve, qoftë në ato të cilat janë infrastruktura mbështetëse dhe vjen pikërisht tek rezidencat studentore. Në 35 vite të këtij ndryshimit sistemi, ne akoma sot vazhdojmë të kemi probleme të cilat studentët e viteve 90 u quan, protestuan dhe gjetën arsye për të ndryshuar sistemin. Aktivistët paralajmërojnë gjithashtu për abuzime me konviktet e reja dhe thonë se janë bërë kallëzime në SPAK dhe në prokurori për disa raste që lidhen me konviktet dhe investimet në to. Po ta marrim shembull nga viti 2018 kur është bërë edhe premtimi nga kryeministri pakti për universitetin. Fatkeqësisht e njëjta situatë ndodhet edhe sot. Mund të kenë bërë disa rikonstruksione, por siç e shikojmë edhe vetë me pamje, ka godina që akoma nuk është bërë asnjë investim, biles ka muaj që janë të mbyllura. Arsyeja pse është mbyllur
nuk e dim, por nuk ka student, siç e shikojmë edhe vetë. Premtime për rikonstruksion dhe kampus të ri studentor janë bërë prej vitesh, por për studentët që jetojnë sot në qytet studenti, realiteti mbetet pothuajse i njëjtë. Ndaj aktivistët ngren dyshime dhe pikpyetje të forta për arsyet pse një nga hapësirat më simbolike të studentëve në Shqipëri është lënë në këtë gjendje. A janë këto tregues të korrupsionit, meqense ju keni bërë edhe kallëzime në SPAK? Faktu unë kam bërë disa kallëzime, kam 3 çështje të hapura, një e kam në SPAK dhe 2 në Prokurorinë e Tiranës, ku kemi gjetur shumë abuzime edhe me konviktet e reja që janë hapur le të themi 3 vitet e fundit. Është bërë një korrupsion shumë i madh. Po t'i futesh akoma më thellë dhe godinave të reja që janë bërë mos temi vitin e fundit, do gjendet akoma një korrupsion akoma më i madh, sepse këto godina të reja kohët e fundit kanë dalë jashtë përdorimit çdo ditë më shumë. Qytet Studenti nuk është thjesht një kompleks godinash, ai është vendi ku nisi dhe pluralizmi në Shqipëri, një simbol i lirisë dhe protestës studentore. Por sot, sipas aktivistëve, ekziston frika se lënia pasdore e kësaj zone nuk është rastësi, por pjesë e një plani që në të ardhmen kjo zonë të zëvendësohet nga ndërtime të reja dhe kurrat e larta. Deri atëherë, Qytet Studenti mbetet mes premtimeve për të ardhmen dhe problemeve të së sotmes. Ajo.